Një tallje radhës me qytetarët është konsideruar vendimi më i fundit i Këshillit Bashkiak të Tiranës. Mbrëmjen e djeshme, në një mbledhje urgjente, ku opozita dhe mazhoranca bën paqe për të kaluar fondet, është miratuar një bonus qiraje prej 40.000 lekësh për familjet e kompleksit Arlis, banesat e të cilëve u përfshin një flakët javë më parë. Në pamje të parë, duket si ndihmë, por në fakt është një lëmosh që nuk mbulon as gjysmën e kostove të jetesës në kryeqytet. Ky vendim vjen pasi banorët pan vdekjen me sy në një zjarr që rrezikoi t'i diqte brenda shtëpive të tyre, ndërsa sot trajtohen nga bashkia me shifra qesharake. Në dokumentin e miratuar, parashikohet që çdo familje e prekur do të marrë 40.000 lekë në muaj deri në rikthimin në banesat e rikonstruktuara. Por duket se zyrtarët e Bashkisë Tiranë jetojnë në një realitet tjetër, ose nuk e njohin fare tregun e qirave në qytetin që drejtojnë. Në zonën e kompleksit Arlis dhe rrethina, qirat për një apartament mesatar 2+1 kanë arritur nivele marramendse, duke u luhatur nga 65.000 deri në 75.000 lekë në muaj. Me 40.000 lekët e Këshillit Bashkiak, banorët e mbetur rrugëve jo vetëm që nuk gjejnë dot një streh të ngjashme me atë që kishin, por do të duhet të fusin dorën thellë në xhep për të mbuluar diferencën, në një kohë që pasuria e tyre u bë shkrum behi për faj të dështimit të autoriteteve për të siguruar ndërtim me materiale anti-zjarr. Ndërsa çmimet e qirave në Tiranë rriten çdo muaj pa asnjë kontroll, bashkia mjaftohet me një shifër që mund të kishte vlerë vite më parë. Përveç kësaj, banorët do duhet të përballen me një mal me dokumente, vërtetime nga kadastra dhe njësia administrative për të përfituar këtë shumë që në fund të ditës nuk mjafton as për të paguar deturimet bazë. Projekt vendimi u kalua pas 2 orësh debatesh, ku opozita dha votën pro, por kjo nuk e zbut faktin që ndihma është tërësisht jashtë realitetit ekonomik të Tiranës në vitin 2026, ndërkohë që për transportin publik u miratua subvencionimi i karburantit për shkak të luftës në lindjen e mesme, për qytetarët që deshu dojgjën brenda pallatit, bashkia ka zgjedhur të jetë dorë shtrënguar. Ky vendim pritet të shkaktojë revoltet e familjet e prekura, të cilat përveç traumës së zjarrit, tashmë duhet bëjnë llogaritë se si do të mbijetojnë në një qytet ku çmimi i strehimit po bëhet i papërballueshëm për njerëzit e thjeshtë.